Përshëndetje! Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Dritë. Ja ku takohemi edhe sot së bashku në Mes të Dritës me energjinë më të mirë të mundshme për t'ju thënë të gjithëve mirëmëngjes. Urojmë shumë që kjo e premte të jetë mbarë me energji shumë të mirë, me buzëqeshje dhe mbi të gjitha edhe sot si çdo ditë tjetër të keni gjetur një arsye të vogël, sa do të vogël, por që ju bën vërtet mirënjohës dhe të gëzuar për jetën. Kështu që me këtë pozitivitet që ç'është e vërteta na ka karakterizuar nga fillimi i sezonit deri më tani. Uroj shumë që unë Suriani Florenca, por dhe gjithë ekipi Mes Dritës, se jemi një ekip i madh dhe i bukur shumë, të jemi shoqëria e Dejnë Televizive për gjithë ju. Mirëmëngjes Surian. Është kënaqësi që dhe sot ta nisim ditën bashkë dhe komplimente për mënyrën se si dukesh. Faleminderit shumë. Dhe ndryshe nga ditët e tjera. Faleminderit. Është dita e sajt që unë komplimentoj kolegun tim, besoj e dytë. Për gjithë sezonin është mjaftueshëm. Duket bukur. Duket bukur, ta pranoj. E vlerësoj shumë. Alma më lejo dhe unë të them mirë se vjen në ditën e fundit të javës parafundit të këtij sezoni televiziv. Të hënën, pastaj do nisim numërimin mbrapsht dhe do na duhet t'ju lëm ndoshta kohë të qetësoni, të pushoni dhe të rikthehemi bashkë në shtator me Mes Dritë me shumë kënaqësi. Sot është e premte, dhe ajo çfarë ne kuptojmë dita ditës, eksa rritemi dhe mësojmë që qielli është i favorshëm në faza të ndryshme, në kohë të ndryshme për të gjithë. Sepse sot është e premte dhe më duket është treguar qielli, është treguar i durueshëm dhe sot nuk ka temperatura të larta. Praktikisht i jep një facilitet të gjithë atyre të cilët nuk i drejtohen plazhit dhe nuk mërziten. Temperaturat kanë rënë dhe këtë e kuptova përmes live në mëngjes, atje ku Flori na tregon edhe parashikimin e motit për sot edhe ditën e nesërme. Ndërsa për gjithë ju që jeni në plazh, gjeni një aktivitet tjetër ndoshta për të bërë nëse temperaturat e detit ulen dhe uji bëhet shumë i ftohtë. E rëndësishme është të kalojmë mirë, të qëndrojmë pranë natyrës, të jemi shëndet plot dhe të shijojmë këto ditë vere, sepse vera vjen e ikën si një kërcitje gishtash dhe duket sikur nganjëherë nuk i marrim maksimumin dhe më të. Dhe kjo është shumë të drejtë. Teksa i gëzohemi këtyre ditëve të verës, sigurohemi që të presim edhe të zonjën e shtëpisë, e cila sot është veshur si një puhiz. Presim zonjën Florenca. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zan male. Duket si një puhiz. Mirëmëngjes të gjithëve. Po, sot kam dalë me qenë se moti ndryshoi. Dielli s'na përvëlon. Tash të bëja një fllad me ngjyra dhe t'ju freskoja të dy ju edhe të gjithë ata që janë atje. Si e se ai flladi i pasdites në plazh, ku ti e djegur edhe të qetëson dhimbjet e shpirtit. Ose si ai flladi që je duke pirë një kafe mbasdite për qef dhe vjen ajo pulza e ujit që të fryn aty sipër. Edhe ne vërtet vetëm në kokë na ka fryrë këto ditë. I them që kjo ngjyra turkuaz që ti ke zgjedhur sot më kujton dy zona fantastike të Shqipërisë, liçenin e Shkodrës dhe liçenin e Ohrit. Nuk e di pse. Të dy janë të mrekullueshëm. Nuk e lidh dot me detin. Sot më dukesh më shumë liçenore se sa sepse bashkohen ngjyrat e liçenit me të gjelbrimit dhe krijohet ngjyra. Nuk e di, të dy janë veshur për sfilat sot. I shohim të ecin deri te këndi gatimit, i shohim të ecin se duken shumë. Do sigurohem që pazarin që ne bëmte për natyra sot dal ta prezantohet më parë. Patjetër që po. Më në fund do mundem ta shoh atë plan fantastik. Ja ku jemi, më vjen keq ta them, por një gjë tjetër që kam kuptuar me rritjen është që unë pas kam gjithmonë të drejtë. Ju thash ditën e kaluar që sot kemi të buta me çokokrem. Ju thash, dhe Florenca tha, jo. Unë i thash, po, Florenca, po e pranova pak më vonë. E pranova. Shiko, më del nga ndonjëherë nga mendja se dhe unë tani nuk jam 20 vjeç si ky djali. E vërtet. Edhe kur kam qenë. Edhe ai kur kam qenë, edhe ai vetë është më 20. Po mirë, pra u rit, ne do ta rrisim këtë. Do ta rrisim. Mos kujtoj se rritet vetë ai pa ndihmën tonë. Do rritet me bukë me çokokrem. Po, bukë me çokokrem. Rritur për hir të vërtetë. Për të rritur kolegun, kështu që unë dhe Suriani, përpara se të prezantojmë një nga një përbërësit, ju ftojmë të gjithëve që të bëjmë një xhiro bashkë tek Pronatyra në Durrës. E dini mjaft mirë, po, tek stacioni i trenit, dikur na çonte treni, shumë shpejt mbase do na çojë sërish, kështu që ju duhet vetëm pak kohë për të gjetur Pronatyrën, një nga dy pika, se tjetra është mjaft e dallueshme në pjesën e Volgës. Por nëse shkoni aty, do gjeni një nga pronatyrat më të organizuara në Shqipëri. Do habiteni me rregullin dhe sistemin që kanë
ndërtuar të gjitha ato zonja dhe zotërinj që janë dedikuar në shërbim. Dhe duam t'i falenderojmë shumë se sa herë që unë dhe Suliani shkojmë të bëjmë pazar bashkë me Florencën, ato na japin shumë dashuri. Shkojmë? Po. Drejt Durrësit me që folëm për det dhe puhiz. Përshëndetje nga ProNatyra në Durrës. Do dhemi tek ProNatyra, një nga dy pikat në qytetin e Durrësit, tek stacioni i trenit. Në Durrës. Kështu që do duhet të bëjmë një pazar të ëmbëlshëm sot. Në fakt është një nga pazarët e fundit për këtë sezon televiziv, sepse jemi praktikisht në ditët e fundit të mesdritës. Nisim nga puna. Je gati të bësh pazarin më të mirë. Sot do gatuaj bukë të buta me çoko krem. Do lodhemi shumë në studio. Iki. Alma, nuk e di për ty, por për mua kjo është hera parë tek ProNatyra këtu tek stacioni i trenit. Edhe për mua. Dhe nuk e dija që është kaq enorme, gjigande, e madhe. Përveç se gjigande, ka një mirë strukturim të jashtëzakonshëm dhe lehtësisht gjetën parkim. Kështu që t'ja themi publikut disa të mira, sidomos ata që janë durrësak që jetojnë këtu. Ne kemi për të bërë një pazar të ëmbëlshëm Surian, kështu që për ta bërë jetën më të thjeshtë, si fillim, na duhet të gjejmë mielin, na duhet të gjejmë majan, sheqerin dhe sigurisht na duhen dhe vezë, ku ka ëmbëlsira dhe vezë. Kështu që unë shoh mielin dhe sheqerin. E nisim nga këtu? E nisim nga këtu. E marrë unë sheqerin. Gjysma punës, dhe këtu kemi dhe çoko kremin. Dhe çoko kremin. Ja ku është sheqeri. Ajo sheqeri, zucchero, i thon italianët. Do zgjedhim një çoko krem të mirë. Pse më duket mua ky sikur është i duri? Besoj shumë tek produktet italiane dhe jo më kot rënditën ndër produktet më të mira në rang global, kështu që le të marrim dy atëherë. Dy çoko krem. Megjithëse se ne jemi një staf i madh, ekip i madh dhe duam të ushqemi të gjithë. E di çfarë, po sikur të marrim dhe këtë se un kam shumë qef çokoladën e bardhë. Pas ke qenë ti për të ëmbla, pas ke qenë i tmerrshëm. Tani, ne na duhet edhe mielli, na duhet maja, na duhet edhe vezët dhe gjalpi. Kështu që e nisim me mielli një herë, mos nxitohemi shumë. Mielli ideal për të ëmbla, ideal per dolci. Për ëmbëlsira. Dhe për ta pasuar me vezët që i kemi përpara, se jemi bërë edhe nuhatës shumë të mirë të produkteve ku i ka ProNatyra. Nëse vini tek ProNatyra, do ju bëj përshtypje shkrimi me të madhe në gjuhën shqipe, për gjithë ju që doni të bëni pazar lehtësisht. Përballë kam mishi, kam produktet e kuzhinës, kam higjiena shtëpiake, në krahun ton janë biskotat, të gjitha këto emërtime. Dhe kam dëgjuar Alma që për të bërë ëmbëlsira të mira na duhet qumësht i mirë. Dhe ky është qumështi që Florenca gjithmonë zgjedh kur ne bëjmë pazare tek ProNatyra. Dhe këtë herë porosia e saj shkon në vend dhe vendoi që në fund të pazarit të ndalim pak edhe tek fruta perimet, meqense është një periudhë që duhet të hidratohemi, duhet marrim vlerat minerale, ushqyese të mjaftueshme që i marrim gjithmonë nga fruta perimet. Sigurisht që po. Dhe ky është mielli i pistakos. Po, fistikove. Florenca e ka parë esencial për recetën e ditës së sotme. Çfarë na duhet tjetër, Alba? Na duhet edhe maja. Maja me shijen e vaniljes. Ja ku e kemi 2 paketime për 2 ëmbëlsira të gatuara. Ikim tani tek hapi i fundit, që është gjalpi. Shkojmë bashkë. Dhe pastaj na kanë vetur të marrin vetëm gjalpin. Hapi fundit i kësaj recete. Dhe ne zgjedhim gjithmonë një paketim shumë të madh për t'ia treguar edhe publikut, sepse recetat nuk do të mungojnë edhe javën tjetër, javën e fundit mesdritës. Dhe me kaq pak përbërës dhe kaq lirë mund të realizojmë bukë të buta me çoko krem. Ne ju rikujtojmë edhe një herë që kemi 2 pika në Durrës të ProNatyrës, kjo që jemi ne tek stacioni i trenit edhe ajo tek Volga. Ne bashkë shihemi në studio. Dhe ja ku jemi, tre tjerë tuaj të preferuar. Do bëjmë bukë të ëmbla me çoko krem. I morëm gjërat një nga një, nuk na mungoj asgjë. Po tani? E kishit qarë dhe ishit shumë bukur. Ti me atë fustanin e kuq njerë. Që ishte sukses i vërtet. Dhe ky djalë çfarëdo që të veshin gjan bukur. Edhe thesti hedhësh. Si? Edhe thesti hedhësh themi ne, prap gjan mirë.
Kështu që tani Florenca është meritë e Zotit them unë, edhe këti, po, është meritë tani e që Zotit. është zbukuruar mirë, ta zbukuroj dhe me fjalë, dhe të na thoj se çfarë duhet konkretisht për recetën përpara se tregosh. Atë po pres. Çop. Mos u emociono shumë ti, lexo recetën atje. Pa, ka dalë receta s'ka dalë akoma. Mirë, dakor. Sa të përri treni yni mes ditës dhe i mes dritës. Tani jemi gati, përritëm në destinacion dhe destinacioni shkruan në atë terminalin e famshëm që neve na pëlqen ta quaj mes dritë. Buk të buta me çokokrem, 500 ml, jo dhe njëherë, 50 ml qumësht, 100 gram sheqer, 20 gram maja, 100 gram miell, hapi i dytë, një vezë, 100 gram gjalp, 400 gram miell, 180 ml qumësht. Për mbushjen na duhet çokokrem, pluhur fistiku dhe një vezë për lyrje. Shikoni se duken shumë përbërës dhe shumë hapa, por jam i sigur që Florenca do na vërtetoj të kundërtën. Unë do përtoja, në fakt. Si? Sepse thjesht do merrja një Facebook dhe pak çokokrem dhe do e lyje, por jam i sigur që ti ke menduar diçka më të veçantë. Po patjetër. Ti ke bërë dhe byrek. Alma, është verë, Alma. Ke bërë në dimër, më fal, po ke të drejtë. Ke bërë në dimër byrekun. Okej, Dhe Florenca. jeta në verë është shumë e vrullshme. Shumë e drejtë. Tani na i thuaj hapat një nga një për publikun. Dhe kam filluar me hapin e parë. Që është? Ja, jo duke vrapuar unë, jo. Jo. Hapi parë shikoni sa i mirë që është bërë. Brumi. Do me thënë, brumi, këtu kam hedhur përbërësit, sheqer fryrës, po. Kam hedhur përbërësit, sheqer, pak miell edhe pak qumësht. Janë të gjitha aty. Mielli është aktivizuar bashkë me fryrësin dhe tani do të ashtoj të kjo ena këtu, por përpara se të ashtoj këtu, do hedh 3 përbërësit e tjerë që janë pjesë e këtij brumi. Okej, tani, brumin e ka bërë gati, po ndërkohë në enën... Jo, nuk është bërë gjithë i gati. Jo, nuk është bërë. Deri diku gati. Po, deri diku gati. Deri diku gati, për qënë preciz. Po. Mirë, dhe po Do shtojnë hedhim qumësht, dhe sheqerin, sheqer dhe një... që do t'i rajmë vetë bashkë këto të treja. Ja kështu. Do t'i rajmë mirë. Po. E kemi thënë ju zonja, nëse keni mikser, rrini me mikser. Me rahës. Rahasin elektrik fantastik. Se na është fiksuar dhe ne mikser rahës. Që nuk lodhemi ai shumë. Po. Po që si unë preferoj që t'i ra kështu si që i rreth ti Florenca në përditshmëri, se në këtë mënyrë edhe lëvizim pak. Po. Si që ti Florenca fort e fort. Po. Shpejto. Shpejto. Këtu kam gjalpin, të cilin e kam grohur, edhe qumshin, pjesën tjetër qumshit. Ja, gjithin do t'a hedh aty. Çfarë arome. Gjalpi është i mirë, e kemi blerë të pro natyra. Do t'a përzjej mirë që t'na tretet totalisht sheqeri. Dhe për të bërë këtë recet, unë kam zgjedhur mielin universal, që është një miell që është për çdo përdorim. Çfarë ke Alma? Ka një aromë shumë të mirë. Po, është i mirë ai dhe është pa vaj palme. Është pa vaj palme. Dhe ka një aromë fantastike. Unë nuk i ha të ëmblat. Të lartë të kakaos. Po. Dhe duket i jashtëzakonshëm. Për ata që dashurojnë bukët me çokokrem, ku kemi shumë të vegjël për shkak, përveç për sheshit me qumësht konstant. Edhe tranas. Bukë me çokokrem. Të diferencosh një çokokrem të mirë me një çokokrem. Po se nuk i ha më. Unë personalisht. Çokokremi kur ka një përqindje të lartë të kakaos, po kakaoje, në fakt është vërtet më i mirë. Dhe supozoj do ketë vlera më shumë ushqyese. Nuk kanë faj fëmijët që të ndohen. Nuk kanë fare faj fëmijët që të ndohen. Ne kemi pas ngrënë vezë të rahur me sheqer. Vezë të rahur me sheqer? Po. Po, ishte shumë e mirë. Na pëlqete. Si? Jetë luksi, po thënë. Po. Dhe po shton edhe masën e brumit që ka ardhur, a? Që ka ardhur, po e ke lënë gjatë. Kur e përgatitet të brumit? Në mëngjes, kur erdha, po. Kur e bën kështu, po, vjen. Vjen, no? Shiko, unë kam një ore ca që kam ardhur këtu. Po, ti je një zonë që... Të lutem këto enët kot që janë aty tani pa funksion. Të lutem Syrian, fjalë për sëmbari që je, na ndihmon. Po edhe që është dhe më i vogli, e diti si është puna ati më të vogli? Jo, unë dëgjova vetëm një shprehje për të buti, në fakt për të vogli nuk kam dëgjuar. Ishte shprehje, Alma?
E tani është shumë herët Për ta thënë, jo, se po bëjmë dhe bukë të mbla tani. Nuk është e këndshme kjo. Nuk është e këndshme, po të gjithë e din. Por të gjithë e din. Për të voglin çfarë ka? Po për të voglin se din. Unë jam fëmija i madh, unë kurrë nuk mu referua njëri si vogël. Pastaj dhe duke qenë se kam qenë edhe shumë gjatë që e vogël, gjithmonë jam dukur më e madhe se qisha dhe askush mendonte që isha e vogël. Cilën shprehje? Atë shprehje. Të butit. Të voglit. Të voglit. Duhet ta di. Duhet ta di. Po si se di? Ti sa po the, unë jam e madhe the. Shpreha nisme të vogël. Mirë. Tani tresim komplet atë masën te kjo tretësira që përgatitëm këtu. Edhe do shtojmë pastaj mielin avash avash derisa të bëjmë një brumë që të hap unë kuleç të vegjël dhe secili nga ato kuleçë do jetë një bukë ëmbël me çokokrem. Lorenza, dua të jem shumë e sinqert me ty. Kur e lexova dhe e prezantova me Surjanin recetën nga pronatyra, realisht na u duk gjëja më e thjeshtë në botë. Kujtua se do lyja bukë me çokokrem. Do bëjmë ca bukë bashkë me çokokrem, do i vendosim në tavë, ndoshta ka ndonjë element vogël sherbeti, po kujt e shkonte mendja që kjo do 5 hapa vetëm për brumit dhe aty gjithë lezeti. Po, kishte 3 hallka si procedurë, si protokoll. E para, hapi 2 dhe hapi 3 që ishte mbushja. Okej, është recet me sa duket e komplikuar, edhe pse në pamje të parë. Kërkon mjeshtëri. Duk shumë kërkon mjeshtëri. Po Florenca e ka treguar që gjithë sezonit që për brumrat ka një dashuri të madhe dhe është ekspertiza e saj. E kemi provuar nga kuleçët, pica, byreku. Ja, tani Alma, mielin të lutem, se kjo është... Sa shtoj? Po, hidhe Alma, po, hidhe. Se ti llogarit që ke shumë nga ta të cilët duan të jenë vlerësues të recetë. Po. Më thuaj kur të ndaloj. Jo, do na bëhet një brumë. Brumë që të bëj kuleç, Alma. Atëre brumë që të bësh kuleç, po vazhdoj unë. Mjafton të bëjmë lidhjen e kësaj mase Lidhjen një. dhe shohim më pas. Se ka ende këtu diku tek 150 gram, 200 gram ta masin. Që të arritë të ndërtoj unë 2 bukë të vogla një herë, sa t'i shoj jam visat, pastaj vazhdojmë mbushtavën unë. Pastaj mbushtavën ti? Po. Tash jemi familje madhe në Mesdrita. Po pra. Nuk jemi të pakt. E kam thënë dhe do t'a them deri dhe javën e fundit që është. Edhe java që vjen. Titull më të bukur emisioni se Mesdrit unë s'kam parë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, vlerësoj shumë. E vlerësojmë shumë. Mirë, keni Palekën nga pastaj kur fillon. Në mes të dritës. Është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Rregullojmë për vitin tjetër, është të na pëlqen më. Mendoj që duhet të marrim në mendime të mirë nga profesionistët për atë këngën. Po, do bëjmë orkestrë simfonike vitin tjetër Florenca. Bukur do jetë, pse? Bukur do ishte. Bukur do ishte dhe të kishim disa elementë ka lezetin e vet. Patjetër që vin nga folku shqiptar, folklori shqiptar me shumë kënaqësi. Mos presim një film. Do një figurë që vjen nga folklori shqiptar, motive të muzikës folk shqiptare, pra të bëjmë akoma më interesante. Sigurisht. Kam besim. Lorenca, në javën që vjen, në javën e fundit, ke ndonjë merak, ke ndonjë kërkesë, nëse ne themi ti mund të shpresh veç një dëshirë për javën që vjen dhe ne do ta plotësojmë, cila do të ishte ajo? Ku e di unë, tani s'kam se... Do ta mendosh edhe ti si Surjani dje? Po do ta mendoj, tani si mund të themi dëshira kështu... Do pyeta për diçka tjetër, po? Dëshirë jo. Dëshirë jo. Një dëshirë, një kërkesë, një qëllim, një objektiv që na lënë të dy ti Surjani, nëse do kishe një dëshirë për javën që vjen, cila do të ishte ajo? Nuk më pëlqejnë këto situatat e papërtura, jo. Se duhet të mendohemi. Jo, s'kam nevojë të mendohem. Puna është se Alma më ka kushtëzuar, më ka thënë një, dhe në mendjen time cirkulojnë disa ide. Janë shumë një. Edhe po jap kohë vetes të zgjedh njërin prej tyre. Po, të zgjedhim një tani. Edhe mua më ka vënë në vështirësi të zgjedh një. Nuk kam pretendime për shumë. Po, e kam një dëshirë. Na i thuaj ti. Po, na i thuaj ti. Unë kam një dëshirë shumë të thjeshtë, duke qenë se
u bëm 5 vite që bëjmë një rrugtim, të paktën unë me Vision Plus, dhe gjithmonë kur është java e fundit, asnjëherë ekipi nuk bëhet i gjithë i bashkë për të bërë një foto siç duhet, sepse të gjithë janë të zënë dhe të ngarkuar. Do doja shumë që javën që vjen, gjithë ekipi mes dritës, në një ditë të vetme të bëhemi të gjithë bashkë në të studio për të bërë një video, për të bërë ato foto tona dhe për t'i thënë dhe faleminderit njëri tjetrit. Kështu do doja. Kjo do ishte dëshira ime, se nuk e kam bërë dot në 5 vite, gjithmonë mungon dikush, gjithmonë ka pak kënaqësi për atë foton e fundit. Ju mund të shprehni dëshirë dhe për para ose udhime. Pa kosto, sti. Ma morë nga goja. Po thuaj ti formën tënde. Më fal. Ju pretenduat që dëshira juaj duhet të kishte para brenda apo? Jo, para. Unë thash që të gjithë bashk të drekonim ose të darkonim. Po i foto një pas e ikim ne. Se po të bëm bashkë për foto. Ajo është më e bukura kur mblidhesh, edhe në tavolin diskutojmë gjithë bukuritë e këtij viti, çfarë kemi bërë. Më pëlqeu. Florenca, po ta bësh re. Ti do ta çosh nga dreka çoj dërgojnë një fest pastaj grupin. Unë nisa me foto, Florenca me drekë, ti me një fest. Në fakt unë ngjash me Florencën po mendoja, pra diçka e cila na jep mundësinë të festojmë për një vit shumë të suksesshëm për së vërtetës, dhe këtë e kuptojmë përmes shifrave, dhe shifrat nuk i bëjmë ne, shifrat i bëni ju. Dhe përsa kohë keni patur kohë, dëshirë dhe dashuri për ta klikuar, komentuar, shkruar, përgëzuar, kritikuar, sepse këto të fundit sigurisht na formësojnë dhe na bëjnë më të mirë të nesërmen, mendoj që kemi shumë arsye për festuar, kështu që me kënaqësi javën tjetër bashkë me ekipin Mes Dritës, ekipin gjigant të Mes Dritës, do festojmë këtë sukses që në fakt edhe neve na surprizoi në këtë vit televiziv. Pastaj po të jetë në surprizë tjetër, në një zëvër gjërë, na japi ndonjë dhuratë, s'është në gjë e keqe. Jo. Për gjithë vitën s'ka në gjë të keqe. Tani, kushdo që mendon se duhet fajsoj muaj që e nisa, këtë e ka gabim. E kanë menduar gjithë vitin dhe gjithë mënyrën për ta bërë. Gjithsesi dhuratat i pranon dhe mbreti. Tani. Çeko, kam bërë një brumë speciale. Po se nga fjalë në folë dhe ti puno, ne nuk na mbyll ndonjëherë kjo gojë. Tani Florenca, një gjë tjetër që ka qenë për të vlerësuar shumë gjatë këtij viti. Të gjitha kanë qenë për të vlerësuar, si për shembull një rënje që ndodhi, por vazhdojmë për Jo, unë të falenderoj shumë për atë rënjen. Të falenderoj shumë. Ditët e fundit. Ti e vendose Mes Dritën në harë e dashur Alma, me atë rëzdimin tënd. Një gjë që unë kam patur shumë qef që ta ruaj, ta shoh, ta vëzhgoj, dhe në orët e pasdites edhe kam qeshur ndonjëherë me atë që kam lexuar. Ka qenë mënyra se si Florenca menaxhon komentuesin në rrjetet sociale. Po, shiko, jo, e kam thënë dhe do ta them. E kam thënë dhe do ta them. Na lexojnë, na shohin, dhe pastaj gjithse kushi ja fut nga ndonjë gjë, kot, ja fut. Tani unë revoltohem kur e lexoj, them, çfarë njerëzish janë këto xhanam? More, lexoje, s'të pëlqeu, kaloje. Pse duhet të shash ose të komentosh keq? Jam kthyer. Më beso, vetëm ti dhe kryeministri e bëni. Po pse mos ta bëjmë? Që nuk rrin. Jo, sepse jam me të vërtetë, dua ta them se duke sikur mbur, jam shumë e sinqert në atë që them dhe në atë që bëj. Dhe njerëzit e sinqert gjithmonë revoltohen. Dallkaukë, Dallaveregjin rin të qetë. Dhe këtë do t'ju a them me një rast. Na ka ndodhur një incident kur kam qenë në dashuri me Agimin. Dhe, po, do t'a them. Florenca, spill the tea, Florenca. Hajde, do t'a them, unë thash, jam shumë e sinqert. Edhe ishim në dashuri. Jemi akoma. Jemi akoma. Edhe... Dëgjoj ti, mos ngacmo se je shejtane. Edhe dikush më ngacmoi mua, nuk e dinte, një mashkull i keq, kur shikon një femër me një mashkull, nuk duhet ta ngacmoj femra. Janë norma, do me thënë ai që e bën këtë s'është njeri pozitiv. Dhe padashi Agimi e kuptoi, edhe mori një veprim me shokët e vet, e rrahën atë, e zhdëpën në dru. Si përfundim, po mire e bëri. Po mire, meriton, e kërkoj. Dhe na thot dikush, mos u përzini me atë, tha se ai ka qenë, ishte nga Tepelena, dhe ai ka qenë në burg, sa po ka dal nga burgu. Më kupton? Dua të them,
Këta njerëz... E kërkojnë dajakun, do thosh. Jo e kërkojnë dajakun. Dua të them, këta njerëz janë njerëz të këqinj, janë njerëz që nuk kanë arritur gjë në jetë, janë njerëz të lënduar, janë njerëz të vrarë. E urrejtjes që nuk duhet të ekzistojë rrjetet Po fare. Por mua ajo që më ka pëlqyer më shumë tek ajo çfarë ti ke komentuar pas është që me lezet, me humor ua ke kthyer të gjithëve. Po ja kthej, pse mos ta kthej? Ke bër, këtë po them, ke bërë shumë mirë. Jo pra, nuk dua që këta njerëz të qëndrojnë kështu. Ishe qëndisur. Po pse mos ja qëndis? Enciklopedie. Ato kanë kurajon, flasin për një njeri që si njohin, dhe unë të ri kështu t'i dëgjoj të thonë ato çfarë duan. Jo. Je enciklopedi. Po çfarë them tani? Historia ndodhi e momente. Kjo ngjarja besoj ka ndodhur në një fazë tranzitore të Shqipërisë, apo ka ndodhur ishtazi? Atëherë kur kam qenë e re, po vajzë e re, po vajzë e re, sa të njërë tjetër histori. Ja lëm të shkuarës atëherë dhe ajo çfarë ne duam fort është që situatat të tilla ty mos i ndodhin askujt. E sidomos vajzave, e sidomos në Shqipërinë e sotme, sepse mendojmë që shqiptarët e Shqipëria janë bërë më të mirë, janë bërë më të kuptueshëm, kanë lexuar më shumë, kanë shëtitur dhe udhëtuar më shumë dhe dinë që disa situata menaxhohen më mirë duke i shmangur. Vajzat nuk duhen ngacmuar as kur janë vetëm, jo më të jenë të shoqëruar. Shumë dakord. Tani Florenca, duke qenë se jemi në sekondat e fundit. Po, ja tani do bëjmë një dy copë në shpejt. Një dy t'ja tregojmë publikut se janë fantastike, ti mësojnë edhe zonjat që janë në shtëpi se të vegjëlit çfarë nuk kërkojnë këtë ditë. Po. E hapim, kemi zgjedhur tham çokokremin që nuk ka vaj palme, sepse mamat e kanë shumë e rak të gjët, mos ketë vaj palme brenda. Edhe ja kështu. Vendosim një shtresë nga çokokremi ynë i pronatyrës dhe tani do bëjmë savia, prerje. Dhe do dalin si një croissant duke. Po. Fantastik. Se do hedhim kështu. Croissant. E imagjinoj aromën e mirë të pjekjes. Syri të lutem tavën. Tavën, syri. Tavën. Kë urdhëro? Tavën, maestro. Maestro, tavën. Se e veshur sot si Jedi. Ja vërë atje përpara. Përpara partizan, more djallë. Apo jo, s'është kjo. Jo. Përpara partizan, more djallë. Po, ku diti nga partizanët. Përparën e saj. Po, Alma. Kure mendon. Po. Ta i nisi një tjetër. Tani Florenca, mos e ke shumë larg atë, do të afroj. Jo, mire kam. Do t'i bëj të gjithë kështu. Ka formë tjetër. Mund t'i bëjmë gjysmë hëne, por unë do t'i bëj kështu, se fëmijëve ju pëlqen kur i mbajnë kështu si akullore me kështu. Perfekt. Florenca, I konsumojnë më lehtë. përmende fëmijët, shkurtimisht se duhet të shkojmë tani tek horoskopi ditor në një segment të shkurtër publicitar. Meqense përmendet fëmijët, sot kemi një vizitor shumë të dashur për ne, Eliamin e vogël, i cili është djali i regjisorit. Dhe ai ka një kërkesë, sepse sapo ma than kufje. Të lutem thuaj zonjës Florenca, atë timin e dua me shumë çokokrem. E do me shumë patjetër, dhe jo një, po 2 do t'jap. 2, oke për Eliamin. Kur të mbrosh me Eliamin, dua dhe më shumë çokokrem, që nuk e kam kryer kur çokokremin. Po çatari jeni. Unë Eliamin mosh jemi dhe shumë shok, kështu që na mirëkuptojmë njëri tjetrin, na bashkon dhe çokokremi. Tani të dashur miq, bëhemi gati që Florenca të përgatisi dhe të fundit. Jo të fundit, e të dytën. Për ekranin. Për ekranin, po. Për ekranin. Ja ku jemi! 3 musketierët e mesditës. Se thua ti? Dhe një herë. Dhe ja ku jemi! 3 musketierët e mesditës. Në një zë dhe shumë ëmbël sot, apo jo Florenca? Shumë ëmbël me bukë të ëmbla. Me bukë të ëmbla. Që i solla në 2 forma, në një formë të stërgjatur dhe në një formë rrethore. Rumbullake. Në këtë sinkronizimin që sapo bëm, në fakt u duk vetja si 3 bek vokalistët, zërat e dytë në festivalin e radio televizionit shqiptar, në festivalin e këngës. Ata që mbështesin këngëtarë. Po dole ti të këndosh shumë dhe Alma do vini. Do vini bek vokal 100%. Patjetër që pa diskutim. Jeni dhe mbështetit mirë vokale, kështu që patjetër që po me shumë. Po sigurohemi. Mirë, tani fokusohemi sepse duhet listojmë edhe një herë tjetër përbërësit përpara se Florenca të tregojë emrin e recetës dhe ne të zbulojmë të ftuarin për cilin ju folëm gjatë programit. Tashmë mendimën e regjisë, ëmbël, sjellim gjithçka u desh për të përgatitur bukë të buta me çokokrem. 500 ml qumësh, 100 g sheqer, 20 g maja, 100 g miell dhe për hapin e dytë një vezë, 100 g gjalp, 400 g miell, 180 ml qumësh dhe për mbushjen çokokrem, pluhur fistikësh dhe një vezë për lyerje.
Emri Florenca? Bëni foto recetës. Bëni foto recetës? E keni foton? Tani vjojmë. Emri do t'ja vënë në fije. Në fije. E ke dëgjuar këngën? Se kam dëgjuar, por tani po e dëgjoj se Është e njohur? Syriani, po. Është e njohur. Është e njohur, është shumë e njohur. Na fije? Kjo Nafia jote çfarë punë bën? Është qëndistare. Okej, nuk Është qëndistare. E kur të shkosh sot, që da takosh, besoj se do i tregosh që ti ki quajtur një recet. Jo, do t'i shkruaj. Në saj do i thuash kështu, në fije! Po do ja thuash me këtë zë? Prit, arrudnes! Digja. Këto këngë Demek, mua të paktën në këtij brezis më pëlqejnë fare. Na sfido. Çfarë këngë të ka pëlqyer ty nga Brezyt? Që Brezyn E gjithë muzika e brezit tim ka qenë e mrekullueshme. Kishte orkestër, kishte çfarë po muzikë, këndonim ne? emocion. Ju po këndonit një këngë të Luan Zhegu. Ta bëjmë kështu? Ta bëjmë kështu? Hajde këndojmë bashkë. Alo. Ty të kërkoja. Të dëgjoja, me. Dëgjoja. Bukur, për mesi Dëgjoja të kërkoja. S'ka problem. Fundja për këtheu dhe për shtati, zonja Florenca. Mirë, publiku t'i themi, ndjekim një insert i cili flet shkurtimisht për jetën e gjatë të bukur dhe plot art e kultur, artistët e madh, Luan Zhegu.